Herë kam knetësinë të pas profesor Marko për të vazhduar me Profesorin Baranga, ekipin e saj, sot jemi mbledhur thjesht për të prezantuar dhe për të promovuar këtë libër, librin e Gjitha, botuar së fundi nga Shtëpia Botuese e Gabrit, që mendoj përbën një ngjarje kulturore jo vetëm për Gjithën, por për gjithë Shqipërinë. Pse? Ju përgjen ndje sepse për ata që nuk njohin, sepse pjesa më të madhe për disa tuaj që ndoshta nuk njohin, unë jam Marko, jam profesor në Universitetin e Tiranës, aktualisht dekan i Fakultetit të Ligjit. Pra, Zoti Marangaf besoj të gjithë e njohin, jo vetëm një tip për e njohin fizikisht, e njohin përmes akteve të saj humaniste që është prej mitit të Napoleonit. Mundet që tjetë qytetarja vetme evropiane që ka 11 tituj qytetarë deri në komunën dhe bashkërinë. Nuk besoj se një qytetare tjetër evropiane në gjithë Europë të ketë kaq deri dhe të cilët janë tituj mirënjohje për punën që zonja ka. Në gjithë këto zona, sidomos në zonën tonë, në zonën e Gjithës, pikërisht momentin kur këto zona po praktikishin nga shteti, të zhytura në një lloj mënyrimi që vinte në pjesën më të madhe nga regjimi komunist, por edhe nga kaosi i tranzicionit. Dhe fiksën momente të rënda aktet humaniste bien në sy. Dhe të gjithë e njohin aktivitetin e zotës Krap, me ndihma në fazën e parë, por Shqipërisë duhet ndihma materiale ushqimore për të balluar brakërinë. E njohin pastaj me ndihmat sepse e bërën shënjatin e bashkëpunimit austrik bashkë me burin e vetë, zotën Duhet Nga, me ndihma strukturore, në qendra shtetësore, në qendra arsimore, e tjerë deri po themi në këtë moment që jemi që praktikisht që reflekton pikërisht atë çfarë zakonisht libra që janë shkruar për Shqipërinë dhe për shqiptarët nuk e reflektojnë të gjithë. Ka pas historikisht autor të huaj të dashuruar në Shqipëri, të cilët kanë luftuar në territorin shqiptare. Unë si profesor në universitet e jap një lëndë që lidhet me imazhin e shqiptarit të huaj dhe pothuajse kam lexuar pjesën më të madhe të atyre librave. Por një pjesë janë libra të tipit ekzotik që shprehin këndvështrimin e autorit ashtu siç një i huaj shikon një vend në mënyrë kurreshtare, në mënyrë aventureske etj. Gjithsesi libra shumë mirë. Por libri i zonës Graf ka diçka që i kalon të gjithë të libra. Ndoshta për nga lloji nuk krahasohet me librat e Durhamit për shkrim. Pse? Sepse në këtë libër unë jam vetë nga Mirdita, normalisht e njoh Mirditën dhe nuk pres se të prezantohet nga një po themi çfarë lloji autori Mirdita. Por ky libër është mendoj një libër jashtëzakonisht sintetik, jashtëzakonisht përfaqësues dhe edhe unë që e njoh Mirditën mirë, edhe si gjithë ju që jeni pjesa më e madhe, praktikisht gjej një Mirditë ashtu siç ajo është në të vërtetë. Duke falenderuar profesor Markon për paraqitjen e librit të Marina Graf, kisha shkruar dhe unë disa fjalë, por që mendoj mos i lexoj, por të them një mendim të shkurtër për këtë botim shumë interesant të zonës Marina Graf. Është i disfati botim i këtij lloji i Guidës, albumit, që paraqet Shqipërinë dhe në veçanti ky i dedikohet Mirditës.
Zonja Graf nuk është një humaniste e shquar vetëm për mirditën. Ajo e ka rrokë Shqipërinë nga Shkodra në Divjan, nga Mati në Puk, nga Mirdita në Grykën e Ogodhës. Pra ka një kontribut 35 vjeçar mes nesh. Është dashuruar jashtëzakonisht shumë pas kullave të veriut të Shqipërisë. Kemi pas raste dhe kënaqësi të jemi disa herë ta shoqërojmë bashkë me miq të tjerë në këto shqetëtime, ashtu siç kemi pas rastin të jemi bashkë në të dhe momentin që janë hedhur themelet e Infokullës, që është besoj unikale në Shqipëri për promovimin e vlerave të turizmit, trashëgimisë kulturore, dhe të visarit autentik që kanë të treva dhe jo të mirdita. Kështu që bashkohet me mendimin e profesor Markut që një libër të tillë mund ta shkruante vetëm një individ, një autore, një personalitet si zonja Mariana Graf, që e ka shkel në plan të tokë më mirë se ne që jemi prej këtu. Dhe e ka nisë me rubikun me të zonë, po themi të ullë, në anë gjeografike, dhe ka mrit deri në Burspaq, deri në Trant, dhe duhet me shku me I pa ato vende në thotë zonja Graf në përmjet albumit të saj. Një merit tjetër e shquar që unë personalisht I njoh zonjës Mariana Graf, është ajo na ka bërë bashkëpunëtorë të gjithëve. Duke filluar me ne dhe me banorët e thjeshtë të zonave për të ndërtuar dhe për të mirëmbajtur kullat e veta, për të kthyer ato në identitet, për të kthyer në atraksione të turizmit. Kjo për mua është shumë e rëndësishme, që ata njerëz që po I praktikojnë kullat, trojet e vendet e tyre, kishin një kampanjë që ju thoshte, ore, mendoni pak para se ta bëni këtë gjë. Unë po di, po ju bëj një rrugë, po ju bëj dhe, po themi dhe elektrifikimin në Trangës, e shumë gjëra të tjera, me qëllim që ju të ta doni deri në tuj dhe ta zhvilloni atë. Pra unë kështu e shoh edhe këtë libër të zonjës Graf. Së fundi dua të them, nëse gjithë librat e tjerë kanë një farë mënyrë fatin që të lexohen, të mos lexohen, kështu është të punë tani. Ky libër është një libër tavoline për shkollat, sepse ka njëri shumë të koncentruar këtu. Ka fotografi të një niveli të një cilësie shumë të lartë, që kanë bërë live, që dikur nuk kishin të luks të favor. Dhe është një libër për agjencitë turistike, për operatorë turistik, është për njerëzit e biznesit, për ata që duan, për donatorë që duan ta njohin më mirë të ne. Është një mrekulli të kesh një dokument kështu si ky, dhe mbi këtë bazë ti ta thellosh njohjen, ta zbulosh më tej atë që propozon autorja, dhe kështu që të ndikosh edhe në zhvillimin e saj. Shumë faleminderit, mirënjohje zonja Graf, I bashkohen fjalëve të profesor Margut, meritoni çdo tipull, çdo nderim. Bilateral relations, so to say, a very special person, as was already said. And for the first time when I came to Mirdita, and yeah, sure, sorry. Okay. I didn't prepare nothing again. Wherever for head partnership is, sepse po ndërë përkimi Kur kam vizituar Rubik, kam takuar shumë njerëz, and everybody knew Mariana. You know, there was nobody who everybody told me that, you know, she had my family this, she did this and that for our village, but it was incredible to see that she was everywhere. Ich falënderim I veçantë për fjalët e grohta, për prezantimin, faleminderit shumë, zoti Marko, zoti Vaj.
vlerësoj shumë. Per det förlorar de social, det drejt per drejta. Det sinqerta. Pse? U shkrua ky libër. Sepse isha I semruar dhe I besnisur. I pari. Kur vizitova për herë të parë Shqipërinë në vitin 1992, të mbërritën një ditë pak më vonë, një ditë nuk eksistante. Qeshni, kërkova me interes të qetë një vetmin libër udhëtimesh, një udhëtimesh artistike në formë libri nga arkeologët dhe historiani I njohur I artit Guntram Koch. Ishte 336 faqe I qartë dhe nuk përbante absolutisht asgjë rreth mjeditës të marrësive qendrore veriore. Ai udhëtoi atje disa herë midis viteve 82 dhe 90 u pëtuar qërësisht, por nuk u lejua të hyndë në sona. Shikovet, me ditë, me falë nuk tel shumë mirë, por nuk ka reshen, nuk është. Pak Rubik, por nuk ai qatit, por nuk ishte brenda. Nuk kanë ditë që eksiston. I dytë, kanë paruar drejtërit e 5 vjetë dhe ende nuk ka një libër që përfshirës ka mjedita. Sigurisht e ka studime të njanshme shumë interesante, por mungon pamje e plot. Ka shumë teorisme dhe ankesa nëse mjedita nuk vlerësohet, por lutem shumë. Kush në Iran ka një kuptim që përfshirës të asaj që është mjedita, aq bukur, aq me sena, aq interesante. Si mund të kuptohet mjedita pa një prezantim që përfshirës. Kjo është arsye pse shkrova librin. Kam hatuar një lloj enciklopedi të vogël, pas një kërkimi sistematik të literaturës, në vetë sotrojmë ma shumë se 1.000 libra të shkrime për Shqipëri, e strukturova librin si ma poshtë. Rajone përvojme të shmi historike, të karakteristika unike, pasuri e lasht me formeson identitetin, maqike të mistike. Janë 225 faqe me afërsi 465 foto të gjithë të kreditura të fshirë shumë nga infokulla, ka Ema, Nikoli, dhe të drejt për drejta. Soti e ruajt mjeditën.
magst du danke vielmals. Mach ein Puppe. Ein Puppe.